nuk duhet pranuar një ligj i cili nuk ka masa ndëshkuese në drejtim të atyre të cilët nuk e respektojnë përfaqësimin e drejtë. Kështu tha deputeti i Aleancës për Shqiptarët krahu i Arben Taravarit, Riyad Shaqiri, në emisionin Debat në Shenja, i cili u pyet nëse deputetët e ASH-s do të mbështesin ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Ai tha se ligji ende nuk ka arritur në kuvend që ta shohin në detaje se çfarë përmban ai ligj. Përndryshe, do të analizojnë ligjin dhe do të parashtrojnë amendamente. Në këtë rast, në momentin që ti mbështet një ligj të tillë pa masa ndëshkuese, ti nuk sjell ligj, po sjell një rregullore. E rregulloria është akt nënligjor, i cili jetë në vullnetin e lirë të institucionit apo të personit i cili kryeson me institucionin, në vullnet të lirë, a do të zbaton ata, a do të respekton ata, apo jo. Ne, sigurisht se në kuadër të kuvendit, në momentin që vjen, se ende nuk ka ardhur, për ta pa se çka përmban ai ligj, se ende nuk e dim se çka përmban ai ligj, në detaje. Ne do të analizojmë ligjin, do të parashtrojmë amendamentet e tona, do të parashohim edhe mosa ndëshkuese ndaj personave të cilët nuk e respektojnë atë ligj, nuk e implementojnë atë ligj, nuk e zbatojnë atë ligj. Nëse gjithë ato vërejtjet tona përmes amendamenteve të cilët do t'i propozojmë pranohen dhe ai ligj merr një format tjetër, atëherë ne mund të ulemi të bisedojmë dhe ndoshta edhe mund ta votojmë. Po përderisa nuk pranohen amendamentet tona për cilët kemi vërejtje, do të kemi vërejtjet tona konkrete rreth ligjit, ai ligj nuk duhet kalon. Sa i përket dokumentit të shpërndar, ku deputeti Riyad Shaqiri kishte parashtruar një kërkesë deri tek sekretari gjeneral i kuvendit në gjuhën maqedonase, Shaqiri tha se e vërteta është se kërkesa e tij është adresuar edhe në gjuhën shqipe, por që siç tha ai, shqipesa zvul në kuvend nuk i vendosin. Ja i kam edhe dëshmit këtu me vete. Mu vjen keq se në momentin që ne si shqiptar, deputet shqiptar, mundomu ta sulmojmë VMR-on, nuk merremi me as pak me Vlenin, se fundit është ajo thonja famoze, Zot fali se s'din çka bojnë. Nuk jemi marrë asnjëherë, unë personalisht asnjëherë s'merrem se s'kam kohë të merrem me ta, se e di kapacitetin e tyre. Ma i dje edhe më mirë, se edhe ke bashkëpunuar edhe me ata. Sigurisht. Edhe çështja ishte se ju jeni konfrontuar me deputet të VMR-s. Ne kishmi përplasje me nënkrijetarin e VMR-s, ministrin e transportit dhe lidhjeve, nënkrijetarin e qeverisë. Mu vjen keq se si mund të kenë një orkestrim të tillë kur ne si shqiptar ballafaqohemi me maqedont, portalet cilët i kontrollojnë ata neve na sulmojnë. Ndërkaq, i pyetur nëse ka ambicie për të kandiduar për kryetar të partisë, deputeti Riyad Shaqiri tha se nuk ka ambicie për të qenë kryetari i Aleancës për Shqiptarët, duke theksuar se ASH është në fazën e organizimit të kongresit të rregullt partijak. Po ashtu, çështja gjyqësore sa i përket vulave, ai tha se mori epilogun dhe se presin rikonfirmimin e gjykatës për ta verifikuar atë që është si vendim i përgjithshëm i gjykatës së apelit.